Kryeministër, këtu jemi në qendrën e pritjes. Welcome Center është projekt i financuar nga një kredi e Bankës Botërore. Është në kuadër e qendrave multifunksionale të pritjes. Praktikisht këtu është parkim, një kat. Është një kat tjetër është pjesa ku do parkohen autobusat. Është vend për taksit, vend për skutra elektrik, vend për biçikleta elektrike së bashku me karikuset. Dhe në katin e fundit ka bar, restorant, biletari, ambiente të tjera shërbimi. Dhe për efekt të terrenit, pra njerëzit mund të hyjnë aty, mund të vinë në katin e sipër, bëjnë një xhiro, pra ka si balkonat, ku praktikisht kemi mbaruar themelin dhe katin 0. Kjo lidhet me rrugën e 6 fillon që është paralele. Dhe këtu koncepti është i parkën të rajt, që ri këtu parkohet, merr transportin publik, merr biçikletën, merr skutrin dhe futesh në qytet, sepse Saranda është e 6 fillon në gusht. Fillon në gusht, klasa maksimum 7 orë. Është mjaftueshëm për të s'ka nevojë, do të gjithë linjën e ka dhe një mjedisje shu drop on, drop off. Është ajo që nesër që bëjmë atë qytetin e qëndrueshëm me ekoturizëm dhe gjitha, elektrike, makina elektrike këtu, stacione elektrike, edhe njerëzit pastaj vazhdojnë me vagi nesër, kur të mbyllim ato rrugë të qytetit që qendrës kryesore, të bëjmë gjitha lehtësimin pedonale, sa ajo është te qyteti në fund fare. Por kjo na ndihmon shumë rrugë 6. Do të ketë akses rrugë 6. Praktikisht në qershorin të bëhet gati. Qershor bëhet gati. Jo? Po. Edhe dy soleta, një solet kjo dhe një solet tjetër. Bëhet gati në qershor. Inshallah. Këtu jemi në një tjetër kantier, në qytetin e Sarandës, që është pjesë e një sër ndërhyrësh të integruara për të përmirësuar mobilitetin në Sarandë, ku dihet që sidomos kohën e sezonit fluksi trafiku. Praktikisht është rruga rehabilitimi i rrugës 5, e cila është punë 2-3 javësh përfundon, vetëm shtresa e tapetit ka ngelur pa përfunduar, që është trotuare, ndriçimi. Dhe ndërkohë pjesë e projektit Bankës Botërore është trajtimi i një sër kryqëzimesh, siç është ky kryqëzimi këtu, të cilat janë parë me ekspertët e lëvizshmërisë dhe i kanë rimodeluar kryqëzime duke zgjeruar, duke hyer për të përmirësuar qarkullimin në këto kryqëzime. Praktikisht janë një sër kryqëzimesh që trajtohen pjesë e kësaj, së bashku pasaj me pjesën që do ecim në tutje të rrugëve turistike, që është rruga e 2, rruga e 3, ndërkohë ajo pasaj që pjesa e rrugës Skënderbej, që është bërë trajtuar në konceptin e pedonales, për të mbyllur ajo ka dalë një spektakël. Ajo ka dalë një spektakël. Plak me kuruar fasadat, me ndriçim të varur në mes. Isha para 3 javësh si turist. Ishte komplet vend turistik. Po, goxha më mirë duhet Saranda në këto pjesë parkut që të ndërhyrje s'u ka markuar, është shliruar, ha? Po, është të bësh me Saranda. Është shliruar. Projekti rehabilitimit të rrugës Skënderbej, i cili ka qenë një ndërhyrje integruar me gjithë infrastrukturën nëntoksore, më pas trajtimi i rrugës në rrugë këmbësore me pllaka guri, trajtimi i fasadave, ndriçimi publik, duke i dhënë një fizionomi komplet tjetër, nga një rrugë që ishte rrugë trafiku dhe që shumë pranë bregut të detit, por që nuk kishte vlerën e dur, ka kthyer praktikisht në një pedonale dhe një pjesë të ofertës turistike në mënyrë të padiskutueshme. Gjatë rrugës trajtohen edhe një sër sheshesh, të cilat janë të riformatuar, pjesë e këtij projekti, së bashku me vazhdimin e rrugës Mithat Hoxha, që janë trajtuar trotuarët e saj me të njëjtën patër, me rrugë me pllaka. Ajo ka qenë si pandriçim, si një gjë në dalje të qytetit, tani është kthyer në një këmbësore, në pedonale, ku gjithë turistët janë gjatë. Mirë. Alternativa e dytë për turistët që është e domosdoshme në qytet, sepse qyteti është pak më i mërkurë. Kështu që kjo është ndoshta rruga
më perfekt për të punë. Objektet janë të vjetra, të rikonceptuara. Atje do vëjnë dhe kablet të cilat janë pasi të kemi ditur gjithë këto kompanitë në tokë sepse janë bërë rrjet infrastrukturore. Edhe kjo bardha e pistës ti shkon kjo pastate. Po është si lagje e vjetër kjo. Ka karakteristika një zone gjysë historike. Pastruar fasadat e burgëve janë pastruar dhe trajtuar. Sa ko i këto, lidin e vëprira dhe vogla. Që duke si hyje natën. Natën e mërën gjatë verës, nga do dritët. Këtu janë trajtuar gjitha detajt, kondicioneret, që është bërë kjo veshja për të. Kjo do duke do kjo e kondicioneret. Sa bullën. Kjo në e kanë mes. Natën kjo është një spektakël. Një spektakël. Nëse rrugë del të diverse dhe drita dhe rrugë. Sa gjatë? Kjo është rreth Kjo vazhdon në fakt është rreth 650 metra. 650 metra deri tek sheshi, deri te bashkia. Ndërkohë që vazhdon tutje dhe pastaj ke rrugën e Mitat Hoxha që është 2.5 km. Ja si fillon tani marrin vlerë, marrin jetë. Kjo është përsëri mishërimi i asaj gjë se si një investim publik kthehet herë tre në investimin në privat, por edhe në vlerë prone. Ndërkohë tani është kthyer komplet në zonë prime. Si e vla? Qa bërë, mirë? Mirë janë regullin e që? Oferta turistike është vetëm Buzdetit. Tani ka hyrë në qytet oferta turistike. Si e vla? Mirë. Si e Tu është trajtuar sheshi, është trajtuar dhe parku i lojrave të fëmijë. Parku bënë në atë? Po, është bërë. Sa burë? Po, shërdani. Ka qenë një trekëndsh, një trekëndsh me parkim makinash. Dhe parku që është trajtuar në Shatërvani. Super. Dhe Qezmat e ujit, janë kuruar gjitha detajet. Sa burë, ha? është për Shatërvani. Ky është Shatërvan me. Kjo është i deri randëm? Po, Super. E vi njerës të plotë. kjo vazhdon deri tuti. Lidhet afër portit. Pastaj aty fillojnë trotuaret e rrugës Mitat Hoxha dhe ajo është rreth 3 km trajtim, që është kryer në pedonale dhe është kryer në një xhiro, sepse te rruga Mitat Hoxha kemi ngushtuar pjesën e asfaltit dhe kemi zgjeruar trotuaret.
Si jeni? Si jeni? Po aty në fund të rrugës është edhe një rrugë tjetër që është trajtuar dhe sheshi Europa. Së shpejti. Kemi lidh kontratën aty? Po. Okej, ajo nuk është përsërisht qendër multifunksionale. Ka këtë Underwater Museum, po ndërkohë që ka hapësirë për të rinj, ka Kjo nuk organizohet do gjatë sezonit? po, kjo është qëllimi. Ky qëllimi të bërë ne na duhet Gjashtë. që të jepte mundësinë për sepse i çon gjithë këtë që më ndërë të dëmë. Nuk ka nevojë për të. E tu përse më shënitore. Na shqetëson më. Faktën shikojmë edhe si trotuarët e qytetit me një logjik. Kështu mund ta vazhdojmë ta shpërndajmë pastaj. Si jeni, si shkoni, me shëndet, mirë, si keni qenë, zahon mirë kamë? Jeni mirë, o bja. Ky është godina e maternitetit, Që do bëhet qëndra. që është qendra Underwater Museum, që është një qendra e muzeut në New York, por që do ketë edhe hapësirë, bar, hapësirë për të rinj, sallë për konferenca, pjesë për trajnim për zhytësit. Është pjesë e kësaj qendrës, pra nuk është thjesht muze, është muze interaktiv. Është gjithë kjo si godinë që ish materniteti vjetër që do pra së shpejti fillon puna, kemi lidhur kontratën. Edhe si godinë është e bukur, është e viteve 30. Pjesë e ndërhyrjeve të integruar janë dhe rehabilitimi i stadiumit lojor me dorë dhe i dy terreneve sportive që janë sipër. Ka një mini kënd sportiv në zemër të qytetit. Kjo është për shumë aktivë. Këtë mundësinë për të kryer veçanësisht në qendër. Sidomos në sezonin turistik që ka nevojë për vjet, tu mund të organizon koncerte të vogla stan. Qa do keni në bëmë bëni të? Jo, kaq. Rehabilitimi dhe kaq. Terren sportiv. Janë Janë pas- fushët e basketbollit. Janë fushët e basketbollit lart. Kjo është rehabilituar në Po. Dhe pastruar këto, pastruar shkallaret edhe rehabilitimi që është mbaruar i fushës. Janë duke mbaruar Dhe rrethimi. të rrethimin edhe Bukur. Po. Dhe u riasfaltua pastaj pjesa. Scenario është që me kam të mbarë në qytetin tonë. Sezon të mbarë isha. Po mirë, janë rregull dhe shumë. Mirë.